Ka përfunduar rrugëtimi i edicionit të 17 Aulona Interfolk Festival që zbukuroi Vlorën përgjatë 4 ditëve me kostumet, traditën e tipare të ansambleve nga Shqipëria, Italia, Polonia, Slovakia, Kosova, Maqedonia e Veriut, Gjeorgjia dhe Ukraina. Tradita e përvitshme këtyre ditëve të majit me vallë e muzikë u shpërnda në të gjithë qytetin e Vlorës. Sheshi pranë stadiumit Flamurtari ka mirëpritur edhe natën finale të festivalit me shumë spektatorë që e kanë ndjekur, mes tyre dhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Të gjallët bëhen tokë. Me mjaft emocione, drejtori Aulona Interfolk Festival Sejmen Gjokoli falenderoi qytetarët që ndoqën festivalin, Bashkinë e Vlorës dhe kryetarin e Bashkisë Ermal Dredha, Këshillin Bashkiak, si dhe Ministrinë e Kulturës dhe Inovacionit. Ja ku erdhi momenti të mbyllet edhe edicioni 17 i Aulona Interfolk Festival, një edicion që u përcjell me një dëshirë e mrekulli nga qytetarët vlonjat, të cilët unë i falenderoj, siç falenderoj të gjithë këta pjesëmarrës, këta festivalistë që e përndritën Vlorën në këto 4 ditë me radhë. Falenderoj të gjithë ata që mbështetën këtë festival, Bashkinë e Vlorës, kryetarin e saj zotin Dredha, Këshillin Bashkiak, pa cilin nuk mund të realizohej kurse si ky festival. Falenderoj gjithashtu Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, po edhe të gjitha ata mbështetës të tjerë, pa të cilët sa do të kesh dëshirë nuk mund të realizosh asnjë. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha theksoi se ky festival bën krenar vlonjatët, pasi qëllimi është arritur për të promovuar edhe turizmin. Dredha theksoi se diplomacia ekonomike dhe kulturore bëjnë të gjitha shtetet bashk, duke dhënë mesazhe paqeje. Është edicioni 17 në fakt që ndodh ky festival, folku në qytetin e Vlorës, tani është bërë edhe ndërkombëtar, prandaj është vendosur dhe Interi përpara. Po sinqerisht do të thënë na bën krenar sepse nëse ne do ta shikojmë në planin vetjak apo pragmatist, do themi që qëllimin e arritëm, që do të thotë ne mundohemi të promovojmë turizëm, të kemi sa më shumë prurje qoftë të huaj, qoftë shqiptar që zgjedhin Vlorën si destinacion, dhe kjo është pjesa pragmatiste, pra që ne qëllimin tonë e arritëm. Por në fakt, po ta shikojmë pak në makro, mund të them që është nga ato momente që na bën krenar ku gjitho komsi bashkohen, lidhen, performojnë, japin art, në fakt që kthehen edhe në diplomacinë që ka tendencën ditët që po jetojmë, pra kemi ikur nga diplomacia tradicionale, në përsallat mëdha mondane, po kemi arritur atë diplomacia që është më pragmatiste në fakt që na bashkon të gjithëve, që është diplomacia ekonomike dhe më e rëndësishme akoma diplomacia kulturore. Dhe ku kam bukur të bëjnë gjithë shtetet bashkë, performojnë sepse japin një mesazh shumë të fortë, paqeje dhe patjetër një mesazh ku ne njihemi, bashkohemi dhe ecim përpara për të dhënë më të mirën për të gjithë, për të dhënë vetëm kulturë, për të dhënë çfarëdo lloj gjëje që ka të bëjë me sentimentin. Dhe prandaj unë ndihem shumë krenar që një nga ato persona që e përkthen më së miri këtë gjë duke na ofruar këtë lloj tradite, tashmë të përvitshme, Sejmen Gjokoli, që duartërokitje të madhe tjetër, i cili me pasionin e vet ka bërë që ne të përjetojmë momente pa para. Sejmen, këtë festival uroj ta vazhdosh në Vlorë patjetër çdo vit, por duhet ta shtrish në të gjitha vendet pjesëmarrëse dhe të bëhet një traditë për gjitha këto vende. Kështu që urime, suksese dhe sa më shumë tilla të kemi. Drejtori i festivalit Sejmen Gjokoli ka publikuar edhe eventimin e juris që shpalli Gjeorgjin fituese të edicionit të 17 të Aulona Interfolk Festival. Dhe tani e ka radhën vendimi i komitetit organizator, i cili ka vendosur që kupën e edicionit të 17 të Aulona Interfolk Festival 2025 ta fitoj asambli
Kalkida Gjorgji. Me ngritjen e kupës nga ansambli Gjorgjis, u mbyll edhe ky edicioni 17 i Aulona Interfolk Festival, një festival i kthyer tashmë në traditë në Vlorë.